Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë për e ti ndihme dhe falë kërkojmë. Salavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe jemi tek hadithi i 8 që ke prej Ibn Umerit, Abdullah ibn Umerit, që tha se ka thonë pejgamberi alayhis salam, jam urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa ata thonë la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, derisa ta falin namazin, ta dhojnë zakatin, nëse e bëjnë një gjë të tillë, atyre i mbrohet gjaku i tyre, pasuria e tyre, veç me përjashtim kur është në pyetje me hak të Islamit, edhe llogaria e tyre është tek Allahu. Dhe hadithin tash e nxjerr Buhariu, e ka sjell Buhariu dhe Muslimi. Dhe ende jemi te ky hadith. Kana fol pakës për hadithin, por një herët kana fol edhe për transmetuesin e hadithit Abdullah ibn Umerin, për me pas sa njëri i madh ka qenë ky sahabi. Ndërsa pak fjalë, normal që për çet hadith veç, me fol fjalë për fjalë ka shumë, po na inshallah pak fjalë të flasim tash për hadithin, se çka kuptohet për këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para kur tha pejgamberi jam urdhëruar që të luftoj njerëzit, derisa ata thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jam urdhëruar, domethënë nëse ndodh në një luftë me idhujtar ose atyne që e luftojnë Islamin, i lejohet me luftu ata njerëz, lejohet derisa ata ta njohin dhe ta besojnë Allahun Azza wa Jall, dhe ta madhërojnë dhe ta njësojnë Allahun Azza wa Jall. Lejohet ata me luftu. Nëse këshirin me të luftu, atëherë këshiret çështja se ata përderisa janë pa besimtar, se besojnë Allahun, atëherë dhe stojnë shahadet, i luftojmë derisa ata ta pranojnë dhe ta besojnë një gjë të tillë. Kjo normal, nëse ndodh me dikan në luftë, të cilët janë idhujtar, mirë po nuk dhojnë gjizje. Nuk e dhojnë gjizjen shtetit Islam, ndërsa nëse bojnë një lloj paqe dhe japin gjizjen shtetit Islam, atëherë mundemi ose pastaj nuk luftohen. Mirë po, aja farë pika kryesore pse luftohen, përderisa ata nuk luftohen, përderisa s'po e besojnë Allahun, s'pethojnë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe e pengojnë davetin Islam. Për arsyeja pse niset lufta me ta është në një s'këkën besimtar, edhe e dyta e pengojnë davetin Islam. Nuk lajnë njerëzit me thirrje në fe islame, veç për momenti kur lihet me thirrje në dinin e Zotit, është prej arsyeve që mundet mu nis lufta me ta. Për ta Allah Azza wa Jalla në Kur'an, për me vlerësu këto në fillim që tha pejgamberi, me është leju mu kjo të bëj luftë derisa ata të thojnë la ilaha illallah. Tha Allah Azza wa Jalla në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall prej të parave që kërkoj është edhe kjo. Kjo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, këto dy fjalë vërtet kanë shumë për të shpjeguar. Po unë i preki veç ka dy pika kryesore, i thonë ana dy shtylla. Dy shtylla të fjala la ilaha illallah i ka dy shtylla monimen, sikur kjo kishte mund ndërtu mbi dy shtylla, jo që mini me kësi ndërtim. Dy shtylla. Edhe njona si të zëhet, aja farploqa për mi bijen. Cilat janë ato shtylla? E para është mohimi la ilah. Mohimi i zotnave, kërejt. Mohimi i zotnave, kërejt, illallah. Shtylla e para është që kja, edhe e dyta illallah përveç Allahut. Që do të pak ma gjanë, kërejt zotrat duhet pa tjetër, për mu të pranu shahadeti jëtë, ajo që e kërkoj pejgamberi alayhis salam, është që duhet mohohen kërejt adhurimet e tjera. S'pranohet as një adhurim tjetër. Duhet dhe nuk pranohet as një zot tjetër. Pranohet veç Allahu Azza wa Jall.
E qartë? Këto janë dy shtyllat kryesore. E para me mohu Zotin atë të tjerë, edhe e dyta me pohu veç Allahun. Azza wa Jalla se veç ai është Zot. Dhe nuk i pranohet njënit shahadeti, këto që e kërkoi pejgamberi alayhis salam. Nëse njëri për shembull e thot shahadetin, por një herët beson se edhe Isa alayhis salam nuk i thot pejgamberi Zotit që nifet, dhe që është konë sakt, që është konë në të vërtetën, domethënë nuk e njeh si pejgamber Zotit, po e njeh si Zot. Ata si nuk i vlen shahadeti këtij. Edhe pse kjo thotë jam të thonë la ilaha illallah kënë rregull. Ndërsa gjithashtu nuk i pranohet njënit shahadeti, kjo la ilaha illallah, mi u pranun këtij, e kjo tani mullogari që me la ilaha illallah me hyn islam, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah me ka hyn islam, por në thëtë unë këtë e tham këtë shahadetin që ka ju po e kërkani, por unë e besaj edhe buden se edhe ajo është Zot. Ose thëtë unë e besaj edhe lupën atin hind, nindi se edhe ajo është Zot. Këtu nuk pranohen. Këti nuk i pranohet shahadeti. Shahadeti për të pranuar, për me të vle kjo fjala la ilaha illallah, duhet pa tjetër me i mohu kërejt Zot në tjerë. Në dine, inda Allahil Islam, se feje vetë që ka Allahu e pranuar është Islami, së prane Allahu fej tjetër. Kërejt fej të tjerë në të shpikura. Allahu një feje ka zbrit. Prej njerit parë dhe pejgamberit parë, ajo është Ademi a.s. Prej ti e ka zbrit Islamin. Prandaj nuk pranohet shahadeti që e kërkoi pejgamberi në këtë hadith, pa i plotësuar çdo dy kushte. Moni men jo vetë çdo dy kushte, çdo dy shtylla, se për kushte ka më shumë. Çdo dy shtylla për juve është e mjaftueshme për sot. Cilat janë ato? Do të mohojnë për më të pranuar la ilaha illallah, mohohen Zotin atë të tjerë. Çka po i bën mohohen? Makatonarski spranohen. Çka po i bën mas spranohen? Me thonë që asnjë prej tyre se besoj. Dhe këtë janë të kuta. Edhe pos këtij besimi. Ndërsa pohohet, pranohet, besohet veç Allahu azza wa jall. Kjo. Muhammed Rasulullah, edhe kjo ka një dy shtylla. Edhe kësaj që dy shtylla ka dhe blec. E para Muhammedun abduhu wa rasuluhu. E ka dy shtylla. E para me ka thënë që Muhamedi alayhis është njeri. E para është se Muhamedi ka qenë njeri, s'ka qenë melek, s'ka qenë fantazm, po ka qenë njeri si njerëzit e tjerë. E qartë? Edhe s'ka qenë Zot. Pejgamberi s'ka qenë Zot. Se dikush, pse pa e tham çton çështu, se dikush që e adreson veten e tij tek Islami, pejgamberi tun i jep tipare cilësi të Zotit. Nuk ka të bëjë, hala në Islam s'është një hala. Domethënë, e para me pranon që është njeri si njerëzit e tjerë, dhe e dyta shtyll ka qenë pejgamber. Janë të leta. Muhammedun Rasulullah ka qenë njeri si njerëzit e tjerë, s'ka qenë as jashtë të kësuar, s'ka qenë, veç kur është dal atë kur ka bënë Isra dhe Mi'rajin në diçka tjetër, domethënë s'ka qenë diçka tjetër vetëm se njeri, dhe ka qenë pejgamber që të dyja duhet me i mojt men, dhe s'ka pas prototipare cilësi i Zotit. Të janë dy. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, nëse jam i urdhëruar të luftoj njerëzit, dhe sot ta thojnë shahadetin që përmenda, pak fjalë përmenda për shahadetin, ta falin namazin. Ta falin namazin është namazi sabahit, i drekës, i kindijës, i akşamit, i yasis. Ato që janë obligim, që nuk ban me ilon hiç, janë forzët. Sunetet janë shumë të vlefshme. Na herë publika na më folën kas për vlerën e suneteve. Kënë shumë të vlefshme. Por që Allahu për mëshirës së tij nëse si fol sunetet nuk dënon. Po më me bë mos më fol fortë dënim dhe çato. Janë 5 obligim. Dhe nuk pranohet që ky ato që e tha shahadetin se ka në rregull, nëse të qëre, unë veç një kusht e pranoj, veç një namaz e pranoj. Unë për shembull po çona herën sabah, unë po çona si po çona, veç sabahin e pranoj, namazet e tjera jashtë në sabah si pranoj. Ja, do të 5 vakte mi pranu. Bile, kanë thonë dietarët islam, që me bon me do një njëri, me thonë se une
nuk besoj që janë obligim mi fol 5 vaktët. Aleikum selam. Nuk besoj se janë obligim me i fol 5 vaktët. Dietarët islam me pajtimin e tyre për të parit tek i fundit, krejt, janë pajtu se personi i tillë nuk është musliman. Edhe nëse e thot shahadetin, edhe nëse la ilaha illallah Muhammed kanë rregull e thot, edhe i pranon këtë tjera. Po çevesh namazet, jo, të namazi s'besoj që është obligim. Unë se besoj që namazi është obligim. Personi i tillë nuk është musliman. Ndërsa, të s'ka dy fjalë. Ndërsa me bon njoni, edin i besen, po bre, di që janë obligim 5 vaktet. Zoti më fol, po gabaj, s'pi foli 5. Vetëm se nuk pi foli se po pritej. E që kjo nuk i foli se po pritej, të që këtë tani janë diskutu. A me i thonë, a mësë me i thonë musliman. Te imë është pak e gjonë këtë s'muna me zgjeru më tepër. Për këta Allahu Azza wa Jalla në Kur'an tha, fa in tabu wa aqamu s-salate, wa atau z-zakate, fa ikhwanukum fi din. Nëse njerëzit pa besimtarët, ata pendohen dhe folin namazin, tha Allahu, dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj. A peshe që kush të zëj Allahu? Për me i thonë vëllezër musliman, për me i thonë vëlla musliman, dosh me fol namazin, me thonë zakatin. Allahu e tha. Nëse pendohen, e folin namazin, e dhojnë zakatin, janë vëllezërit tuaj. Shtu tha Allahu Azza wa Jalla. Për këta tha dhe pejgamberi në fjalë të rënda vëllai që janë. Për ata që solen. Tha pejgamberi alayhisalam në hadithin që kanë zënë Imam Tirmidhiu dhe Imam Nesaiu, Ibn Majah, Imam Ahmed, të tjerë kanë thonë se kalmon atë që kanë thonë hadith është vërtet. Ka thonë pejgamberi alayhisalam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Dallimi mes neve dhe atyre është namazi. Dallimi mes neve dhe tyre është namazi, kush e lan ato ka kufër. Pra e vrejni, këto që tha pejgamberi a.s. që tha në hadithin e parë për cilin jem ty fol, tha e thot shahadetin e fol namazin. Dhe e jep zakatin. E jep zakatin nëse i kalon një pasuri që e ka kalu shifrën e zakatit sa kërkohet, edhe të 5 gram ari ose qaq, domthon pare që i kanë mbetur, ose të mbjellat e tij si gruni, kallamuçi e të mbjellat e tjera që kena pas përmend herë, e që numët më tipe nuk i pëlqen që ke heq, ndërsa edhe atu, tha pejgamberi e fol namazin, e jep zakatin, do të me dhon sasinë e tyre, edhe të mbjellave tua. Nëse të mbjellat e tua, ti ka vadit, shevi i ki 1/10, me dhon zakat. Nëse ti ke vadit e vet, e ki jo 1/10, po gjysmën e 1/10 shit. Me dhon. Pastaj, nëse ki parë të nejt, si biznesmen, edhe të ke nejt, i ki do parë, dikun arrin 85 gram orin e diçka. Nashta ditet e set me shka një 4.000 euro, ose diçka ma shumë, janë të të nejt, edhe të ke nejt një vit të plot vit hanor. Me bo mësë me i dhonë, jenë gjuna, ose gjëgjallarë për shembull, ata ka mundësi me pos pare të nejt. Nëse janë të nejt paret e tyre, më shumë se një vjet, dhe se kanë dhonë zakatin, e atyre pareve do që ka i kanë shpe, atëherë janë gjunaqar. Janë gjuna. Në haram. Derisa ta dhojnë zakatin e tyre. A kuptuat? E sa e kanë këta që i kanë parët, për shembull, sikur xhaxhallarët e sa ne që kanë parët të nejt. Sa do të me kanë, sa do të me dhonë? 2.5%. 2.5%, nëse i keni, do me thonë, jo, 4.000 euro dhe shka të ju nejt që ato, atëherë keni, ju kanë kalu një vjet, vitit hanor, i kanë kalu vitit hanor, duhet me dhonë pa tjetër, gjonën ajo, ose javë gjonë hoqët anë i cili, do me thonë, një ja drejtën i hoqët, hoqët drejtën se ku me dhonë zakatin, nëse së dheni ku me drejtu, kjo është obligim që duhet me qu në vend. Dhe bini me bo mësë me dhonë, ati që tha pejgamberi selam, me bo mësë me dhonë që zakatin. Tha pejgamberi një hadith tjetër, që transmeton Buhari dhe Muslimi. Tha që në ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall, zakatin e tij tani ja ban si një pllak, e atë pllakën e nxjerrin fort në xhehenam, e ja qet në fytyrën e tij. Çështo? E hen fytyrën e tij,
e hen krahun e tij, e hen shpinën e tij, ose e hen ballin e tij, I ja qet atij njeriu deri kur tha pejgamberi alayhis salam, thot fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Çështu veprohet me ato që se jep zakatin 50,000 vite në ditën e gjykimit. Paret e 50,000 vite që është kanë tu dënu. E tani mas një 50,000 viteve, fillon dita e gjykimit, tani dohet tha pejgamberi a për në zjarm, apo për në xhennet, për në zjarm, apo për në xhennet. Mirë, ky hadithi pastaj I ka edhe pak fjalë, po nashta me çikaç pa elona, është edhe një arsye pse pejgamberi tha kush e thotë që me thonë shahadetin, la ilaha Muhammed, edhe me fal namazin, me dhon zakatin, kush I ban qitu I mbruhet gjakut dhe pasuria, kanë edhe fjalë. Ma mi pelon edhe për një herën tjetër, tani me dal në hadithin e 9. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.